15 korrik ngriuni për vendin tuaj. Dhe shqiptarët janë ngritur. Janë me mira e mira mbi 45 ditë. Dhe Rama që të kurret çdo ditë. Autokrati ndaj të cilit sillen si një bufon, si një karagjoz dhe i sulmuar nga media e djathtë amerikane. Dje Bloomberg e cilësonte që ju lut sultanit turk për samitin dhe nuk ke siguroj dot. Pra, deklaratat e Rutes se samiti do të jetë në Shqipëri nuk qëndrojnë më. Rama pra mori shuplakën e radhës. Dhe Bloomberg, media amerikane, e ka trajtuar këtë problem që përpara samitit NATO-s. Dhe ka kohë që të tregon se çfarë ndodh realisht me revoltën e madhe të shqiptarëve ndaj sistemit. Nuk është thjesht për një tralala, vajzën e llastuar apo dhëndën e llastuar Trump. Pa diskutim është dhe për to. Por kryesorja është sistemi anti-komb, anti-vlerë, një sistem që kërkon të vazhdoj sundimin e gjakt të asaj partije që dikur quhej Parti Komuniste, Partia e Punës, sot Partia Socialiste. Shuplaka që vjen nga mos caktimi i Shqipërisë si organizatore e samitit NATO-s tregon që ndroni Kuwait që t'ju fusim përsëri në familjen perëndimore. Dhe kjo vjen mbas sulmit që në Washington Examiner një shikim tërësisht realistik dhe ndryshe që e vendos Ramën si kumbar ose si drogagji, si ka dëshira ai ta portretizoj veten e tij. Spakistët vinë dhe trajnohen këtu. Por bravo flegjum. Dje, nga përgjigjet që ka dhënë në parlament, thot që ndër të tjera është një pasuri shumë e madhe nga elementet kriminal jashtë Shqipërisë. Kam kohë që në fokus, jo kam thënë, flitet për miliarda dollar, pastrim parash, ku janë të përfshirë kryeministri shqiptar, drogagjiu, zvendësat e tij, zvendësja e tij dhe thuajse të gjithë që janë në kabinetin e tij vjedhës. Mbas shuplakës të Bloombergut, të Washington Examiner, të mos harrojmë grushtin që i dha kongresmeni Wilson, duke kërkuar ligjërisht CIA-n, FBI-n, DEA-n të hetojnë lidhjet për trafiqe të kryeministrit shqiptar, por edhe trysnin ndaj opozitës. Nuk është gjë e re. Rama, njerëzit e tij, prej kohësh kanë qenë nën radarin e agjencive amerikane që mulojnë pastrimin e parave, që mulojnë trafiqet, duke dashur të mbrojnë sigurinë kombëtare të Amerikës të cënuar nga Rama. Dhe mbi një vit e gjysmë, këto agjenci kanë krijuar një skuadër të posaçme për trafiqet e qeverisë shqiptare dhe të Ramës, pastrimin e parave dhe rrezikimin e sigurisë kombëtare. Tek shtorca e ligjit nga kongresmeni Wilson, i cili është shumë afër presidentit Trump, është dhe klauzola për opresionin, trysnin, shtypjen ndaj opozitës. Unë dje o thash që kjo lëvizje e njerëzve e kësaj rinie të bukur të përkthehet në realisht pushtet ndryshe, jo thjesht për të larguar një ligavec politike si Rama, por për cilë diçka të re, duhet që të mbështetet të energjia shumë e madhe, të paktën e 500.000 votuesve të demokratëve. Pa këtë masë të madhe, nuk mund të largoj përfaqësuesin që ka vjedhur 800.000 vota, por që e shikon që ato të kurren bjerën çdo ditë.
Unë e thash dje që e vetmja mënyrë Rama do të hik me pranë. Në qoftë se ligji që ka kaluar nga Wilson do të prodhoj raportin dhe pse të klasifikuar, Rama duhet ndruhet se mund ngjas si Noriega, siç ka thënë Washington, siç ka shkruar Washington Examiner, pra burgu mund mos bëhet vetëm në Tiranë. Nuk mund t'ju sugjerosh atyre trinjve trima të artikuluar se çfarë të thonë, por modestisht do t'ju thoja, kërkoni që Rama të shkojnë në Hag. Sepse largimi i 1 milion shqiptarëve është më keq se gjenocid, sepse është me intent, me synim, me qëllim, jo rastësor. Pra atë dëm që nuk kanë bërë miqtë e tij, Serbët, Jugoslavët, po e bën Rama. Dhe Gonxha ka drejt kur thotë që nuk ka asgjë shqiptare tek ai që uzurpon zyrën që dikur ka mbajtur një kriminal si Sheu. Është një vazhdimsi. Jo rastësisht e futën në atë kupol. Në arenën ndërkombëtare, rinia ka ekzekutuar. Ka filluar të zbythet ashtu si Kushneri nga Sazani, Tik nga Zvërneci, ai nga ato ligjet e investimeve strategjike që nuk kanë lënë cop toke pashitur tek miqtë e tij anti-shqiptar. Dhe përsëri tregon që ka mbetur një politikan mediokër kur kërkon të ngrerë lart Ballkanin e hapur. Edhe pse gjermanët kanë marrë në kontroll procesin e Berlinit. Ballkani i hapur, siç ma ka thënë dhe Baleta në mision, ambasadori Baleta, nuk është asgjë tjetër se sa Jugosllavia e re. Dhe Serbia të ketë kontrollin ekonomik, ta ketë si koloni ekonomike Kosovën, gjysmën e Shqipërisë, dhe të kontrolloj politikisht. Planet kanë qenë monstruoze për një parlament të përbashkët, për ushtri, për diplomaci të përbashkët. Pra, Rama nuk është larguar ëndrave të kësaj Jugosllavie të re. Dhe jo më kot investoi në coptimin e trojeve shqiptare pikërisht për të zbatuar këtë ide që ka lindur nga zyrat e Sorosit. Ka qenë Victoria Nuland, e cila njihet si skiftere e majtë në Departamentin Amerikan të Shtetit, mbas largimit nga Departamenti i Shtetit, ka punuar për Soros, ka përpiluar këtë platformë, këtë strategji. Serbia nuk heq dorë nga platformat shoviniste. Nuk është rastësore ajo që u tha nga një ministre që do të kisha dashur të bëja spastrim etnik në kohën e Miloševićit, në fakt ai bëri, por fal Zotit, ky vend i madh e çliroi, e shpëtoi Kosovën dhe futi në një hulli të re. Dhe jo thash dhe dje, ajo teori dhe platformë e Xhezi Helms për bashkimin Shqipëri-Kosovë është tek thelbi, tek zemra e konservatorizmit real amerikan. Ndaj, disa herë, edhe në një nga librat e mi, unë kam botuar gjithë letrën e Helmsit për presidentin Reagan në atë kohë. Edhe pse, nuk e njihnin aq mirë situatën në Shqipëri, por në Kosovë po. Dhe Xhezi Helms njihte edhe ndikimin e grupeve marksiste, trusninë e Moskës, por që në atë kohë thoshte që ne duhet ta mbajmë larg ariun rus nga ujërat e ngrohta në Adriatik. Ndaj amerikanët kanë një bazë. Por mënyra se si Trump po sillet me NATO-n, mënyra se si ai kërkon të largojë trupat amerikane në Europë, mund të na dëmtojnë Kosovë, por nuk besoj. Nuk besoj sepse çështja shqiptare ka miq tek konservatorizmi real amerikan. Dhe në qoftë se shikon ai që quhet rëndom deep state,
në shumë raste është pozitiv për Ballkanin, për Shqipërinë. Shikoni qasjen me SPAC. SPAC mbështetet nga amerikanët. Rubio fleju, departamenti është thuajse me mec. Nuk është për Amerikën Latine, apo për Europën, për Gjermaninë, po për Ballkanin. Është një peshë e madhe e mos reagimit nga Rubio. Por fakti është që ato segmente që mbajnë këtë vend të madh mbështesin interesat amerikane në Ballkan. Laki, me fat. Në fund diçka dje ka qenë ndeshja Spanjë-Francë, sot do të jetë Angli-Argjentinë. Franca gaboi duke mos futur një mesfushor më shumë, pra synoi të ishte me 3 sulmues, edhe pse i ka hyje, dhe nuk e kontrolloi dot mesin e fushës, të kontrolluar në mënyrë virtuoze nga spanjollët, të cilët patën dhe fat të penaltia parë, shënuan dhe shkatruan kështu ëndrrën e Mbappés për të marrë një trofe. Franca ka shumë hyje. Spanja ka një ekip. Unë shpresoj se Anglia kalon me Argjentinë. Është ekip më i mirë. Por urrëtia është e çuditshme. Nuk është thjesht tek ai goli me dorë nga Maradona. Nuk është thjesht nga konflikti i ishujve Falkland, por ka nisur më parë. Më parë që Argentina të bëhet e pavarur, ka pasur një ndikim të madh britanik. Ndaj nuk është rastësi që ata luajnë polo, luajnë rugby, heku rrudhat u ndërtuan gjitha nga britanikët, u krijuan shkollat e gentlemen, pra morin një kulturë britanike. Por mbas pavarësisë, Peron ishte personi që ngriti nacionalizmin e Argentinës duke cilësuar si armik britanikët. Çdo gjë që ne vuajmë është prej tyre. Argentina ka qenë një vend i pasur, sepse kishte eksportimin e mishit. Rënja e kësaj e ka kthyer në një shtet thuajse të varfër. Dhe gjithmonë kur luajnë kundër anglezëve, i shikojnë si armiq. Kam parasysh golin me dorë të Maradonës në 86, por më pas një gol brillant, dhe në 98-ën kartoni kuq i Beckhamit kur thuaj 10 heronj dhe një djalë idiot humbi ndeshjen në Argjentinë. Argentina them se po bën të njëjtin gabim si Franca. Do të luajë me 5 mbrojtës, por duke pasur 5 mbrojtës ti lëshon tek mesfusha. Ardhja e Rice, i cili ka pasur një virus dhe nuk ishte mirë ndeshje me Norvegjinë, i jep shpresa Anglisë. Kane dhe Bellingham mund t'i kthejnë Anglisë mundësinë për të patur ëndrrën që mbas 60 vitesh të jenë kampion botë. Trajneri gjerman është shumë i zgjuar. Nuk është i kënaqur nga ndeshja me Norvegjinë, nuk ka ritëm, ka gabime, transition mungon, por Bellingham tha jo. Luajte me një ekip me lojtar shumë të mirë dhe të luash me 100 gradë. U pasi përplasje, jo, lojtarët kanë nivel të tillë që mund të kundërshtojnë dhe trajnerin gjerman, i cili mjeshtrinë ka tek ndrimet, i përdor të gjitha, por ka dilema se si do ta ngrej formacionin sot. Do të luajë James, do të ketë Rice, po në mbrojtje them se Anglia kalon. Me Spanjën urojt mos përsëritet ajo për para 2 vitesh, por këtë radhë Anglia ka trajner. Dhe unë mendoj se do t'i arrin. Sheep.
në Shqipëri.